Sonte nuk jemi mbledhur thjesht për të ndarë çmime. Jemi këtu për të reflektuar mbi një rrugtim që për të festuar punën e bërë me përkushtim dhe për të motivuar një sektor që sot përfaqëson një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të Shkodrës. Vijet e fundit Shkodra ka ndjekur qartë trendet bashkëkohore të turizmit. Statistikat e frekuentimit tregojnë një rritje të qëndrueshme të vizitorëve vendas dhe të huaj. Një sinjal i fortë se qyteti ynë po fiton gjithnjë e më shumë vëmendje dhe besim si destinacion serioz dhe konkurrues. Sonte është koha të festojmë të gjithë së bashku, të motivojmë njëri tjetrin, të duratokasim përpjekjen dhe jo vetëm suksesin. Sot Shkodra po kalon një moment e saj më të mira për sa i përket pozitivitetit, energjisë, investimeve dhe zhvillimit ekonomik. Në 2022 kemi gjetë bashkinë me rreth 230.000 net fjetjet dhe vitit që mbyllëm me 560.000 net fjetjet. Instate kanë nxjerrë Shkodrën dy nga qytetet më të rëndësishme dhe me rritje më të madhe për sa i përket numrit turistëve. Turizme kemi ndarë në 3 shtylla kryesore për sa i përket vizionit, pse sa është e rëndësishme me nda me ju, dhe më nal pak tek puna që kemi bërë që do bëjmë për impaktin e investimeve që do ketë në industrinë e turizmit. 3 janë shtyllat kryesore që ne po përqendrohemi. Industria e turizmit ekologjik, që lidhet me certifikimin që do jenë destinacioni i parë që certifikohet me Eco Destination në Ballkan. Kemi një vit që kemi nisë, besoj vitin tjetër marrim certifikatën e parë Silver. Linja e dytë është zhvillimi i turizmit natyrës, që lidhet më shumë me pjesën e Alpeve dhe ujrave, dhe pjesa e tretë është turizmi i trashëgimisë kulturore. Në këto 3 linja dhe shtyllat kryetari i bashkisë ka qartë që ne do të kthehemi turizëm 365 ditë. Dhe investimet po orientohen drejt saj. Ne jemi shumë mirënjohës ju si biznes, sepse e dim që është shumë e vështirë pa biznes në Shqipëri, jemi shumë mirënjohës për çdo qendar që e hallim bashkinë Shkodër. Dhe shpresoj shumë që aktiviteti sotëm të jetë një burim shumë i mirë inspirimit për ju, për ato arritjet që keni pasur gjatë gjithë vitit, dhe shpresojmë që viti që vjen të jetë më i mirë. Suksese. Unë personalisht turizmin nuk e shoh thjesht si përmarrje dhe si burim të ardhënash, e shoh si një lëvizje që mundet me bë bashkë tan pjesët përbamëset një komuniteti dhe për me futa në lëvizje për të mirën e tij, e sidomos agroturizmi, sidomos në zonat rurale, që është pikërisht ky agroturizëm që besoj që ja ka zbardhë fytyrën shqipnisë dhe i ka dhënë promovimin e jashtëzakonshëm në mediat ndërkombëtare dhe më globale. Shkodra është një portë e hapur ndaj eksperiencave të paharrueshme. Është shumë e vështirë që gjendet një turist, qoftë venas, qoftë bashkombas, qoftë edhe i huaj, që të ketë ardhur një herë në Shkodër dhe të mos ketë dashur mu kthye edhe një herë tjetër, minimumi edhe një herë tjetër. Edhe kjo eksperiencë e paharrueshme patjetër i ka rrajt te kultura, i ka rrajt te historia, kalon te aventurat në natyrë, te ekoturizmi, po patjetër ndalet edhe te kulinaria. Qoftë ajo tradicionale, qoftë edhe ajo moderne, cilat janë ndërthur pothuajse në çdo strukturë ofruese të shërbimeve turistike në Shkodër. Finalistët e kategorisë Lakefront Experience of the Year, Ladiatan Hotel and Restaurant, Sarda Island, shumë mirë njohje për ju të gjithë që jeni sot dhe të tjerë që nuk janë në këtë sallë për gjithçka që i keni dhënë Shkodrës. Tashmë Shkodra e ka të qartë identitetin e vet turistik. Dhe nuk mendoj që është e rastishme, nuk mendoj që është konjunkturale, por është një projekt i qartë. Dhe sinqerisht dëshiroj të falenderoj kryetarin e bashkisë zotin Beci
Bashkinë e Shkodrës dhe gjithë ju bizneset, të cilët përtej këndvështrimeve të ndryshme, përtej barrierave të ndryshme burokratike, megjithatë ja keni dalë dhe në fakt ky është zhvillim për Shkodrën, ky është zhvillim për Shqipërinë, ky është zhvillim për kombin shqiptar. Faleminderit shumë.